Sigur burri du të me pas kontrol anën fizike, mos e përdor anë dhunë fizike ndaj grus, edhe gruaja du të pas kontrol buzën, mos e përdor dhunë psikologjike ndaj burrit. E kupton? Se jo tani se jeni të mbrojtura, po më gjujti ky dhe fus në burg, edhe ne e këtena, edhe mund të folasish qatë dush, edhe mashkulli është njëri me shpirt. Sigurisht ti është dhe mashkulli. E kupton? E mos ja impononi se ka mashkull që janë me seder, edhe mund ja impononi në ca raste me përdor dhunë. Tash këto këto po flas për meshkujt që e vujnë nga femrat që vetëm kanë atë gojën si gjarpëri, si ata helbit të buza. Këto po flas për këto lloj femrash. Tani për këto meshkujt që vullnojnë nga që janë ndeshëm edhe mundohet femna tino, mundohet për me çu jetën përpara edhe shef se ky moshkull ka me vetëm në kafeneve edhe me arë ide në shtëpi edhe me vënu, këti femen ju betohet në këti moshkullit, ju betohet. Ka dhe shumë meshkull si puna jeme. Nëse ki moshkull do kisha pasur diçka në dorë, kisha bo një kamp apas stafat për me marrë këto meshkull e mi fotem ju bos barë këtino. Na po flasim për meshkull që shkojnë punë, do të po flasim për meshkull të rregull. Jo që ti tani mund të flasish çfarë dush. Jo, sigur mosha do të pas kontroll në disitë e vet, edhe ti dush të pas kontroll disitë tuaja. Me çanë amël nga goja. Kupton? Do të përdor butësinë gjithmonë. Do të përdor butësinë gjithmonë. E mos u bë zhurmuese. Mos u bë zhurmuese. Na mashkulli kupton, ndash një sekret për i mashkullit do na kupton se mashkulli gjithmonë kupton me qetësi. Mashkulli me zhurmë leni këto budalliqe që shikoni në internet jo në televizora. Nuk kupton një mashkull, nuk kupton me zhurmë. Kupton? Mashkulli zot më dhënë ndjesi sikur a martu me burr. Me qetësi, përdorni butësinë. E kupton? Këto meshkuj që dhunojnë gratë, si nga ana psikologjike, si nga ana fizike, si janë meshkuj që dhurojnë gratë janë vetëm ato meshkuj që e çojnë jetën e tyre dam që rrin kafeneve dhe njikin femra as morin përgjegjësi mjet. Një mashkull si është me vlera të larta, nuk ai di çfarë zgjedh. Çish më dhënë, ai ka prioritet paqen, nuk ka prioritet zhurmën. Do paqe, do qetësi në shtëpi. Kur keni një mashkull që është me vlera të larta në shtëpi, mos ja çani bythën kët. Ba. Pushoni. Kur e shikoni se ashtu mundu më jetë. Kur keni një barbën, sikur keni këto, që janë këto që ju dhënojnë, këto me pas mundësi, shkoni e denonconi policin direkt, kur keni barbone se s'du me çu jetën përpara. Ti në bën një zbar juve.